mirë se vine në një vlog të ri. Po ndonë ndryshet kësaj herë. Vlogun po e hapim në 8 të darkës, ditën e enjte. E kam vendosur njerëz në mënyrë që mos t'ju lë pa video. Dhe të xhiroj se herë shumë ndihem mirë dhe kam qef, të xhiroj kur të mundem. Tani mua më tek që të hap kamerës, pse isha duke ndëjtur në shtëpi dhe thash pse jo. Kam vendosur edhe këtë headbandin. Dhe preferoja pak më të madh, kam porositur në temë këto njerëz dhe preferoja që ta mbuloja këtë vizën këtu të flokëve, të vinte pak më e trash. Se materiali nuk është kush e di se ça, por do mundohem të gjej ndonjë tjetër këtu te Bershka, Stradivarius më duket se kanë. Prisni të tregoj gjërat e tjera. E fillova videon direkt duke ju treguar gjëra, por të bëjmë një catch-up të kapim feeling ku e la muhabeti në videon e kaluar. Nise, whatever, këto janë dhe 3 ngjyrat e tjera, është e zeza, bezha dhe kafja, dhe unë kam vendosur këtë të bardhën. Meqense po bëj dhe pilates, tash do më kombinohet kjo me veshjet e mia në pilates. Pavarësisht se unë veshjet i kam më shumë për palestër se sa për pilates. So, njerëz, u kthyem nga Milano ditën e diel, nuk xhirova në Milano, e bëra pushim. Sepse doja ta shijoja, plus nuk kam bërë vlog në Milano. Në Milano është hera ime 3 ose 4, nuk e mbaj më të mirë, por kam qenë disa herë. Vjet për ditëlindjen e Klajdit apo për vjet tani. Po e çmërshme si koha. Nëse kam xhiruar një vlog në Milano, kështu që kësaj herë thash po e bëj pushim, plus ishim edhe me miq tan, tam aq ditë ishin, sepse kemi ikur të premte në ora 7 të darkës për Milano dhe kemi ardhur të dielën në 10:05 e kishim nisje, në 1 natës kemi mbërritur në shtëpi. Kështu që donim që ato ditë i shijonin shumë. Tash ishim dhe të shoqëruar me miq tan, u kaluam shumë mirë, u kënaqëm. Koha në Milano ditën e shtunë ka qenë perfekte. Mendo ditën e premte, sa mbërritëm ne, ju shkruajnë se do vini të na merrni te aeroporti. Na shkruajnë që jemi këtu, po ju presin, çfarë mendje keni, do pim ndonjë gotë apo do ikim në shtëpi? Tham, do pim ndonjë gotë, pavarësisht se isha super e lodhur, mendoja dita ime kishte filluar që në pikë të mëngjesit në punë dhe isha realisht shumë e lodhur. Pash na ka shijuar ai Aperol Spritzi, se ishte gjëja perfekte mbas asaj lodhe, mbas asaj dite dhe ajo pica italiane që bëjnë aq të mira. Të shtunën nga mbajtur koha perfekte në Milano, ditën e diel. Ishim në Como, edhe në Como kam qenë para disa vitesh, 2018 mos gaboj. Kemi ndënjtur në Como atëherë, po nuk e di, nuk e kemi shijuar ai shumë sa kësaj here, ishin në Bellagio dhe ishte fantastik. Ishte shumë i bukur, më ka pëlqyer shumë. Ushqimi në Itali është fantastik, arkitektura, çdo gjë realisht Italia është e preferuara ime. Çdo vend tjetër të Europës të shkoj, me Italinë nuk krahasoj asnjë. Kështu u kënaqem shumë fare, shijova edhe pa kamerë. Mendova një herë të xhiroj me telefonin, nisja një pjesë të vogël në aeroport, por kisha harruar mikrofonin e vogël dhe kishte shumë zhurma, kështu që nuk u bë. Thjesht nuk ishte shkruar që unë të filmoja, po e nisja që në fillim me pishmallak, më mirë mos e bëj atë gjë sepse nuk e bën mirë nëse nuk e bën me qef. Kështu që të hënën pastaj mendoni direkt për punë. Kam qenë në punë gjatë javës, kam shkuar 2 herë në pilates, sot e bëra pushim, takova pak prindrit sepse nuk e kisha takuar dhe ata, edhe kështu është e gjitha. Pilatesi më pëlqen shumë, por edhe aty po mundohem të kap pak ritmin, sepse 3 muaj që kisha bërë pushim është një kohë shumë e gjatë, për mos thënë pak më shumë se 3 muaj, nuk e kam shumë fiksuar tani. Edhe ditët e para kam pasur goxha dhimbje qafe, dhimbje shpatullash, sepse në momentin që nuk i bën ushtrimet aq mirë, edhe zyshat direkt më kanë futur te peshat që unë kam qenë kur e lash, nuk e di pse, duke i thënë që kam qenë 3 muaj pushim, prapë thonë nuk e fillestare, nuk quhesh fillestare. Dhe ndoshta edhe unë kam bërë të gabim, kam ushtruar pak më shumë presion, tension qafës. Dhe unë kam çik problematik qafën, ndoshta nga qëndrimi ulur në karige, nuk e di, dhe javën e parë kam pasur goxha dhimbje. Tani jam më mirë, besoj po stabilizohet edhe muskujt e trupit nuk është se më dhëmbin më aq shumë. Po përshtatemi me rutinën e re. Do mundohem që këtë javë ta bëj 4 herë. Kam rezervuar klasën për nesër, që është e premte, do rezervoj edhe një klasë të shtunën në mëngjes, sepse të shtunën nuk ka pas dite. Ka vetëm në mëngjes, në 9 edhe në 10. Do mundohem të shkoj në 9 të mëngjesit. Kështu. Tani, jo me fjalë sepse do të tregoj vetëm gjëra të bukura. Kjo ishte vetëm dhuratë që mora nga Milano, është një çantë nga Alviero Martini, prima klasë. Kam pasur gjithmonë qef të kem diçka nga Alviero Martini, nuk kam pasur asnjëherë asgjë, kështu që pse jo, mendova një poshet, një çantë të vogël nga Alviero. Gati për unboxing.
Pjesa e preferuar e gjithë videove të mia janë unboxing dhe mos të gjërave kështu, të vockla dhe cute. Kjo është çanta që zgjodha nga Alviero Martini, normalisht tipike, klasike e Alvieros me hartën. Ka këto gold hardware, zinxhirin, edhe këtu edhe logon përsëri me gold. Brenda kishte edhe një rip të gjatë, besoj të ngjaj cute në fakt, edhe me këtë ripin e gjatë, nuk e kam vendosur asnjëherë, kështu që është akoma me letra me gjëra, ka dhe këtë ripin e gjatë që mund ta vendosë çantën crossbody, por unë preferoj ta mbaj kështu, duhet të hequr etiketa se nuk e kam hequr, sepse dua që ta kem për në verë, për fustane, për pushime, çantë qefi domethënë. Kjo ishte ajo që zgjodha nga Alviero. Këto kohë më ka kapur një periudhë fiksimi me çanta. Po përveç kësaj, për verë, sepse s'kam shumë që marrë të çantën e pinkos, dua të marr dhe një çantë pink. Si vjet njerëz që ta dini, pink, ngjyra pink do jetë super në mod. Dhe gjatë duhet ta keni vënë re, sepse është futur kudo, në këmisha, në fustane, në koleksionet e reja pranverë, kështu që do ta keni vënë re që do jetë goxha në mod. Dhe mua më shfiksuar një çantë e Coach. Edhe nga Coach nuk kam asgjë, domethënë nuk kam fiksime. Nga ky brand dua të kem një çantë. Edhe më shfiksuar një çantë pink Coach e koleksionit të ri, sepse dua një çantë me ngjyra fan. Sepse të gjitha i kam super të kombinueshme. I kam pana, i kam kafe, të bardhën e pinkos, edhe kjo që anon të ngjyrat besh kafe kombinueshme. Çfarë kam tjetër? Kafe negesi, kam të zezën, kam ngjyra të cilat janë jo të guximshme, shumë bazike, shumë kombinueshme, kështu që duhet të filloj të guxoj me çanta me ngjyra. Që thoni ju, pasi moraj të çantën e Alviero Martinit unë, në Como shoh se këtë e marrë në Milano. Po. Edhe në Como shoh një dyqan që bënte çanta handmade, lëkur, leather Firenze, lexonin më duket. Ishin fantastike, njerëz ishin shumë të bukura, dhe çmimet anonin pak a shumë sa çanta e Alvieros që unë mora. Diku të 40, 150, këto çmime ishin çantat e vogla, lëkure, handmade, të bëra vetë me dorë, ishin yll, dhe në qoftë se nuk do e kisha marrë këtë, do kisha marrë një çantë të tillë, sepse lëkura është shumë rezistente, nuk e gjen gjë prej vitesh, plus i kam shumë qejf këto punimet e veçanta me dorë, që nuk janë në seri, që nuk i kanë të gjithë, kështu që në qoftë se do i kisha parë më parë ato, nuk do i kisha marrë Alvieron, do kisha zgjedhur një të tillë. E di që po flas shumë dhe filluam vlogun me gjëra të blera, me lekë të shpenzuara, por kjo është porosja e Zarës, që unë kisha porositur për Milano, disa veç outfite që kisha planifikuar, dhe më erdhi këtë javë, dje më saktë, edhe te Hamoja mora një set të ri sigurisht për pilates, pak më girly, sepse Adidas dhe gjërat e tjera që unë kam pasur për palestër janë pak më sport, ndërsa pilates duhen pak shumë më feminile si gjëra. Do t'rregoj të këto që kam marrë. Okej, po e filloj të parën me kupat e mia të reja, që janë super të bukura. Okej, rrezova tokë. Janë këto, janë ngjyrë bordeaux, vishnjërët, duke pak në kafe në kamera, po jo, janë në vishnje, dhe kanë pjesën këtu gold. Janë leather, lëkur, dhe është një lëkur shumë e butë. Unë gjithmonë, kur zjedh këpuc, pupa, nga Zara, kam marrë të vjet një palkafe që më ka bërë dhurat Ariona, por i çava në një hekur, sepse i vesha në një vend të papërshtatshëm. Edhe ajo qa direkt si ishte lëkur e butë. Dhe të thosha, kur i zgjidhni që janë soft leather, janë lëkura ashtë të butë, sepse sa nuk të vrasin kur të pjesa pas e thëmbrës. Kështu që ta keni parasysh kur blini këpucë lëkure, merrni lëkure butë, sepse janë super të buta, të rehatshme dhe nuk e vrasin kur. Se unë kam një problem për shembull në përgjithësi me këpucët, më vrasin pas, përfundoj duke i blerë silikon e butallishe prap nuk janë komode për të veshur dhe përfundoj duke mos i veshur. Prandaj i marr soft leather dhe janë një zgjedhje e zgjuar. Tu kam marrë një shall super cute. Gjela duke thënë super dhe cute, duhet i jesh të fjallja fjallori. Shisa i bukur kjo detaj, me ngjyrat boqelli, të kuqe, roz, që do t'i keni shumë si vjetë, si të kuqe, si rozën, si blon. Në fakt jam shumë e lumtur që po rikthehen këto ngjyrat, sepse na ishte bërë garderoba si garderobë meshku, ishte bardh, besh, grit, zez. Realisht është bërë shumë boring garderoba dhe garderoba ime, kështu që do filloj sërish të veshim ngjyra dhe të blejmë ngjyra me ngjyra. Shpresoj ta mbaj fjalën.
sepse gjithmonë vemi të zgjedhjet safe që i rezistojnë kohës, viteve dhe ndryshimit të modës, pra. Këto unë kisha marrë për ta veshur me një kostum lino, pantallona dhe këmishë. Vendosa një blu tjetër që kisha me të verdh, më ka dhënë Ariona atë. Por ky do shkonte më bukur sepse është më i gjatë dhe ri, nuk lidhet këtu lart te qafa, por ri kështu i varur, i më bukur. Por ç'të bëjmë, na erdhi me vonesë. E fundit që kam marrë është një jumpsuit jeans, edhe këtë kisha zgjedhur për ta marrë në Milano sepse doja ta vishja me samba. Kështu ishte ideja ime, okej, sa duket, është kështu. Lidhet në qafë këtu, pjesën pas e kishte gjithë kurizin e hapur, por lidhet në mes, nuk e di sa e kuptoni, nuk do ta provoj sepse nuk më rinte mirë. Dhe poshtë vjen me një si shall, si rrip të lidhur që lidhet te beli dhe te gjëra deri në fund. Modeli si rinte yll, mua nuk më rinte mirë fare, nuk e di, kishte diçka te pjesa këtu, që kur lidhe kjo në mes rinte i hapur anash. Thjesht nuk rinte mirë. Më erdhi shumë i natë sepse mezi po e prisja sepse në kokën time kisha imagjinuar shumë bukur. E fundit njerëz mbarova. Do ikim pastaj se do gatuajmë drekën për nesër, edhe duhet të bëj një dush. Setimi i bukur nga HM-ja. Tani do t'ju them edhe një hile dhe një sekret tjetër që të keni parasysh kur blini streçet e palestrës. Unë kam marrë këto, janë koleksioni Move nga HM-ja, është shumë soft në prekje dhe ri shumë i butë edhe në trup. Këto vinë cowboy poshtë. Dhe, ta keni parasysh, ju të tregoj shumë bukur në belin, mos ju tregoj barke të gjitha, duhet të zgjidhni nga këto streçet që vinë në formën V përpara. Kam pasur unë një palë të HM-s, madje i ka akoma, por janë prishur ato, po bëjnë shumë vite, janë konsumuar. Dhe kjo pjesa V këtu të tregon yll. Tani do më shikoni kur t'i vesh. Besoj nga fundjava, se tani përtoj t'i provoj. Dhe bashkë me kropin, mora me kropin e zi, përsëri linja Move është e HM, si thjesht me kupat e gjoksi që t'jesh komode dhe mbrapa vjen me ripa. Rinë shumë bukur bashkë, tash më tregonin shumë bukur. Do më shikoni fundjavë. Gatuajmë fasulet për nesër. E kam mbajtur dietën, sepse sigurisht në fundjavë që e prishëm fare, kam ngrënë sasi jo, por kam ngrënë pasta, kam ngrënë pizza, kam ngrënë lasagna, tiramisu, akullore, por nuk e kam tepruar me sasin, këtë kam gjë të mirë unë. Sepse unë si njeri kam nepse për ushqime të ndryshme, vdes për brumra, për ëmbëlsira, por nuk e teproj me sasin, ditë kem kontroll tek pjesa e sasisë. Sot për drek kisha patate furre me 200 gram filet oviçi. Është pjesa ime preferuar e dietës. Edhe për këtë javë nuk kam ngrënë fasule, kështu që po i gatuaj sot fasulen. Mirë që kemi multicookerin, i bën shpejt edhe shumë të mira, edhe nuk përhap aroma, sepse janë shumë bezdishme. Edhe aroma është merr floku, veshja edhe çdo gjë. Kështu që do vëm fasulet për të zjerë, të bëjmë dush. Unë se janë pilates, edhe shtunë janë pilates, por nuk kemi qa bëjmë. Një që ka të mirë, të paktën pilates, si nuk t'i shkatron flokët, aq kesët që t'i bën palestra për shumë. Është pak më ndryshe. Dola nga dushi, edhe kam flokun e lagur, tani do t'ju tregoj, more një leave-in conditioner të ri, është ky nga Gliss. Edhe është kjo linja Total Repair, e mora që të më ndihmoj me krejën e flokut dhe ta mbaj pak më silk flokun. Tani mua më kishin mbaruar dhe herët e fundit nuk kisha, mezi kam krejur, sa mua më duhet me patjetër një leave-in, më ndihmon shumë me krejën e flokut. Dhe po thosha, isha një ditë në tek që mora të pakon e Zarës dhe ato streqet e omës që ju tregova, dhe u ktheva te Rossmanni sepse nuk kisha nerva të ndaloja diku tjetër. Sërish të lja makina mes rrugës, dini sa bezdishme është. Dhe mora këtë, por më pëlqeu shumë. Ka dhe aromë shumë të mirë. Tani unë hell goxha, se me thënë drejtën kam goxha flok, por hillni në bazë të sasisë së flokut tuaj.
Se mbaj mend sa kushton, dhe po më duket si ishte edhe me ulje. Nuk jam shumë e sigurt, se realisht nuk e mbaj mend mirë. Tani mora edhe një mask për flokët që e përdor në dush, të tregoj dhe atë sepse dhe ajo më pëlqeu shumë. Lë të njëjtin efekt siç ju kam thënë për këtë 89-ën, kështu ka, po, që ta lë flokun silk shumë si më ndafsh, njëjtin efekt. Bra parketin ujë me flokët e mia. Është kjo nga frukti, stoqte me acid hialuronik, që mbush flokët. Dhe ka të njëjtin efekt po thosha, si këtë 89-ta që të bën flokun silk si më ndafsh, kështu që është shumë i mirë edhe kjo maska. Mua më pëlqeu edhe këtë mora tek Rossmani. Tani të kre flokun dhe të filloj ta stilojmë edhe ta thajmë. Tani unë i kreva flokët njerëz, i bëra me shkum, që t'regoj edhe këtë shkumin që ju thash, që ose mbani mend kur preva flokët e parukjerja, më pëlqeu ky produkti që e përdori nga Sei.0 dhe është shumë e mirë si shkum. Më pëlqen si e mban flokun, mban gjatë, floku i stiluar edhe ditën e dytë edhe ditën e tretë, sepse unë nuk i laj aq shpesh flokun, mendoj që ta laj sa më rrallë, duke shtyr një ditë duke i kapur pak lart këtu, ose gjysëm, ose bisht, ose topuz, edhe kështu që të bëhen disa ditë, sepse flokut nuk i bën mirë që të lahet aq shpesh. Për më tepër, ka shumë flok sa ka mund, të gjatë, të dëndur, e duan një orë për të larë, një orë për të siluar, është shumë e lodhshme që mund t'i laj një ditë po, një ditë jo, për shembull. Kështu që, madje do të shtoj edhe pak llak, doja të merrja llakun e së njëjtës linjë, Sei.0, por nuk e kishte gjendje. Dyqanin që i mora, e porosita, pas e më morën telefona vjen keq duke disponojnë, dhe si përfundim para një llak tjetër tek Rossmani e mora dhe atë. Mora të Sajos, se i thon Sajos më pëlqen shumë edhe shkuma, sidomos kjo me keratin, që është ky paketimi gold. Kështu që bëjmë pak në gjatësi. Do të thënë sa të çuditshme ne, aplikoj 700 maska dhe zbutës, që ta zbut flokun e të kret kollaj, pastaj aplikoj stilues të fortë që ta mbaj stilimin gjatë. Okej, kam përfunduar 2 proceset e para të tharjes së flokut. Kemi edhe një të tretë që t'i thajmë tamam dhe mos na zëri koka. Sidomos pjesën pas te qafa mundojmë që ta thaj shumë mirë. Gjithsesi, këtu po e mbyllim për sot shifemi nesër njerëz. Mirëmëngjesi njerëz, nga e shtuna, është herët në mëngjes, jam duke shkuar për pilates. Aq herët nuk është ora 10:10, unë kam orarin në 10. Doja ta lija në orën 9 në fakt, po të shtunave ka vetëm 2 klasa, është 9 dhe ora 10, dhe 9 ishte full booked, se po se rezervimu të bësh 24 orë për para, po se rezervove që të premte për shumë nga ora 9 e pak, mbushet klasa full edhe nuk gjen më orare, kështu që gjeta vendin e fundit, se klasa ka maksimumi 10 persona, gjeta vendin e fundit në orën 10. Edhe tani jam duke shkuar atje. Kam bërë edhe smoothie tim, sepse fakt idealja do ishte të haja vezë në mëngjes, por publicitet. Kështu që jera shkurt bëra një smoothie. Kafe nuk kam pirë ende, po besoj se do ta pi pasi të mbaroj stërvitjen. Një orë ikon shumë shpejt, kënaqesh, është një orë qetësi mendore, ti telefonin se prek me dorë, je e përqendruar komplet atje, duhet të lidhësh mendjen me muskulin, me stërvitjen, kështu që na pret një orë e këndshme. Sot ishte një lloj stërvitje që quhej stretch and twist. Unë nuk e kam bërë ndonjëherë këtë klasën, edhe klasa jump board cardio, dhe ato nuk e kam bërë asnjëherë, besoj se do ta prek javës që vjen. Dhe kështu i kam prekur pak a shumë edhe këtë zhvillimin e klasave të reja që janë bërë pilates. Se më përpara, kur kam qenë ka qenë vetëm mixed levels reformer, edhe intermediate që ishin klasa pak më avancuar. So, kështu njerëz, sa ditë e bukur është dhe sa vap ka qenë të 2 ditët e fundit, ka qenë fix për të nisur plazhin. Kam qejf të shkoj nesër afër detit. Tani se do vemi për plazh, se do vemi thjesht për të ngrënë një treg, edhe për të shijuar pak diellin, nuk e di, të shohim, të vendosim bashkë me Klajtin. Çfarë do bëjmë. Planet e tjera për sot nuk kam, mendoj se do shkoj nga mami për treg, nga mami dhe papi, kështu që të mbaroj stërvitje, të pi kafe, të shkoj në shtëpi, dhe pastaj besoj se do ikja ndej deri ca orë, të takoj dhe motrën e Sjeli, se s'ka pas mundësi të takoj gjatë javës. Sikën ajo java pa e ndjerë fare.
Nëse njerëz ja dolën, është era e 4 që shkoj stërvitje këtë javë. Duhet të shkoj çdo javë 4 herë. Ishte ideale sepse i bie që të kemi dhe rezultate më të shpejta. Kështu që është super. Good morning, beautiful people, nga e djela. Dole me djel, tani është bërë vranësira. Kur do vi vera? Nuk duam pranverë, duam verë. Pulja zërin kësaj radio shqipit. Ne kemi dalë që herët në mëngjes, herët o zot. Herët i thënë që kemi dalë në orën 11 e ca. Ngrëm mëngjesin në orën 12 e ca, që normalisht njerëzit fillojnë hajnë drekën. Ose jo, jemi okej, sa atëherë hahet branchi. Edhe ishim ka kalaja e Tiranës, tek Lezet tek ajo, Lezet, që është kështu gjas me turkish. Shumë vap, nuk kam vap, s'ka vap të pritarisim që këta. Dhe tani po ikim në tek, nuk e di, më është bërë këtë tegu, këtë javë është një hera e tretë që shkoj në tek, më është bërë i mërzitshëm, por ju tek burit që do bluza, i duen bluza, roba. Semra ti duhet të seleksionosh njërë ato që ketë lutëm, që nuk përdor, ose hithi ose dhuroj. Se dollapi jo po plas dhe është më i madh se dollapi im. Okej. Rregull. Kështu, tani të vetëm në tek dhe mos ble gjësht, nuk e di do. E di që dua unë? Dua një këmish. Ti s'ke marrë ripin? Jo, ti s'ke edhe karburant. Ndalem një karburant. Që ta kem gati dhe për javën. Njerëz e shritur karburanti. Besoj e tini gjithë që shkoj 2400, tani ra 2000, ishte pra 2100, apo s'ra kur 2000? Pas 2400 s'ka shkoj. Sa shkoj, më 2200? 2200. Se të periull nuk e hodha, unë se kisha full makinën. Edhe kur u këthym nga Italia i kam hedhur me 2009 lek, ose 7 lek. Ti qka e tja. Do më thënë, paka shumë kam rëgjuar javën që mbylla, 50.000 lek java. Më thënë, unë dua diku mesatarisht 200.000 lek karburant në muaj. Dhe qaj. Edhe po, është për prapë karburant makina. Po ishte rritur këtë do, në fakt është ke problemi luftës, edhe në Itali ishte 2014 lek. Më të qka tjetër. Dhe mos e rritë ka i shumë se më gjyve të kamera. Shpresojmë që të ullet. Të shkoj prapë se që ishte ka aksidentet. Kjo është ai shalli i vogël i Zarës, mora shumë i bukur. Tani mua më ishte fiksuar që kjo ishte në gold, por që ka në silver, dhe kam bler edhe një rip gold kështu zinxhiri, e mora dje tek Stradivarius që vajta ktheva gjërat e Zara. Dhe ma tregoj pastaj ose pse se duket e pjesa në motor që kanë përplas 3 makina. Dua një këmish lino roz tani, më fiksua dhe e dua. Më pëlqen shumë kombinimi i rozës me vishnjën, të kuqe vishnjë, kështu shkojnë shumë së bashku. Edhe ky shalli që ka këto detajet e vishnjës, unë kam veshur me pupat vishnje, dhe më pëlqen ta veshim me një këmish roz. Të duket super cute. Kështu. Jemi mbas ditë e vonë tani, konsumuam edhe drekën siç u kthyem nga tegu, ishim sipër nga prindërit e Klajdit, pim edhe kafe në balkon. O zotë se më ka shijuar e kafja, binte djeli, perfekt. Duhet t'i shijoj më shumë të fundjavat në shtëpi, ta shijojmë dhe djelin këtu në balkon, se realisht nuk e shijoj fare. Do të thonë gjatë javës jam punë, imagjinojeni deri vonë, pastaj fundjavave mundohemi lëvizim, jemi lëvizje gjithkohë sa diktete, nuk arrim dot të shijojmë realisht atë verandën që e kemi bërë bukur e bukur për të shijuar djelin. Edhe kështu, tani t'ju tregoj çfarë mora në tek. Ky është outfiti im i ditës, pantallonat e bardha, këtë bluzën e bardhë nga Zara, vura këtë shallin, kështu cute, edhe këtë ripin që u thash në makinë, duket që mora dje tek Stradivarius. Më pëlqejnë shumë, gjejnë shumë bukur, dhe e bukur është se këta vjen edhe si për fustaneve, se nuk ka nevojë për mbajtse.
edhe realisht këto aksesorë të ndryshojnë totalisht veshin. Unë kisha veshur edhe me pupat vishnje po të Zarës dhe duke qenë shumë bukur së bashku. Tani të tregojmë çfarë morëm te Zara, çfarë mori Klajti më saktë, se unë diçka të vogël mora. Kemi në holl meshkuj që vetëm për femra. Vetë që marrë edhe këto. Okej, më janë prishur kjo e tualetit që mbaj sapunit, të tualeti madh, të tualeti i zi. Dhe mora një të re, të Jumbo, thjesht u futëm për diçka tjetër, siç ju thash për ato raftet metalike që i doja për futat perimet, nuk gjeta. Kështu që mora diçka tjetër, e zeqme zi, gri erët me zeq, që më shkon me tualetin e madh. Mbajtse furça shumë nuk kisha atje, sepse ne përdorim tualetin personal që kemi në dhomën tonë të gjumit, por meqense ishte thash e marrim, le të jetë. Do ketë një funksion gjithsesi në tualet. E di që nga për gabimun, ja, se kujtova tani që të merrja diçka për sapun të ngurtë, që gjithsesi të ishte edhe ajo. Nejse, nuk na prish punë. Tani te Zara për vetën time mora vetëm një bluzë. Mua me bluza më pëlqeu edhe në ngjyrën e bardhë, por po ta tregoj një herë të zezën që mora. Është pambuk edhe vjen poshtë me këtë pjesën e dantellës që ka dalë super në mod dhe vjen në ngushtë në bel. Është shumë e bukur sepse është praktike për ta veshur për dita edhe për punë, mund të bëj goxha kombinime të mira me këtë, sepse është bluzë e pambuku. Më pëlqeu në të bardhë, ishte yll dhe e bardha, por ishin të gjitha që ishin në dyqan, ishin të bëra pist me make-up. Mundova të provoja dhe këmisha roz, që fiksova lino, por nuk gjeta asnjë që të rinte tamam. Ishte një Zara që e pash në moment të fundit, pasi kisha marrë punë, kisha bërë dhe pagesat. Ajo ishte 46.000 lekë, më duk shumë për një këmish lino, dhe ishte një roz pak e ftohtë si e shpreh, që nuk ishte fikse ajo gjë që doja. Kështu vetëm këtë përfundova, se bler ishte lirë kjo. 25.500 ishte. E bardha ishte me make-up. Nëse bëjë një operacion live mund ta marr sepse më pëlqyen. Janë shumë bukura. Pastaj, çfarë zgjova për burrin, se burri ndërkohë që më bëja këto kërkime të mia vërtet, apo shkoj vetë te Zara, asgjë tamam, të marr, vetëm një asgjë, çfarë do të bëj. Ishte bukur kjo bluza për meshkuj. Ishte yll e bardhë, me pjesën kështu si e punuar, gjithson pak me këtë time, por kjo një rritje të dukshme, kjo nuk ishte është goxha më e plot. Shumë e bukur kjo njerëz. Kështu që nëse ju duan kodet, më thoni, nëse bëni kabini i burrave, partnerëve, të dashurit tuaj. Më thoni, lino, sepse më pëlqen shumë linoja tek edhe te ne po edhe te meshkujt më pëlqen shumë se si duken, si këto Klajti ka edhe kafet, e ka kostum bashkë me xhaket, kështu që mori dhe të zezat, i rin shumë bukur i shkojnë. Dhe ja kombinova edhe një këmishë të bardhë, se këtë këmishën e bardhë lino, jemi ja këprifti i themi në këtyre. Shumë e bukur ishte edhe kjo. Këto këmishat lino të bardhën këta për shembull, e vesh edhe me këto të zezat, e vesh po me kafet. Edhe bluzën e bardhë një të gjë, shumë të kombinueshme, shumë të domosdoshme për periudhën e praverë-verës. Këto ishin blerjet tona në tek njerëz. Djetë, kur mora ripin, mora edhe nga këto handbag, ju tha që kisha bërë si të mua ato të hollat që nuk më pëlqeni, gjeta të trasha të plota të Bershka. Okej, si kam hequr nga etiketa, këto ishin një 5 lekë të dyra. Kam marrë ngjyrën e bardhë. Kjo ka material të mirë, të plot, elastik, janë pak të lirshme, me thënë të drejtë, nëse kanë kokë të vogël, nuk kanë kokën shumë të madhe, por në janë më mirë që janë kështu sepse nuk krijojnë bezit e veshut dhe nuk të shtrëngojnë. So, ja, ishin nice, e bardha dhe ngjyra kafe. Tani flokët e mia janë bërë për të larë, nuk është janë në gjendje shumë të mirë, por kur t'i kemi lëshuar, mund t'i mbajmë edhe për stërvitje, kështu. Goca juaj sa po bë gati për të dalë. Tani, mos ta vishe bluzën e re, unë kam fiksimin t'i vesh gjërat përsa i blej. Se vazhdoj shikoj nga ekrani, shikoj veten time në vend që të shikoj vetën te kamera. E kam veshur me taulin që kamerës se nuk dukemi. Okay, better here. E kam veshur me bermuda të verdha, kam bërë një get ready with me në Instagram, siç e shikoni, kam tripodin e vogël të Instagramit atje mbrapa. Perden unë të mos e kem mbyllur mirë se kisha hapur që të më hynte dritë natyrale. Dhe shkoni më ndihni në Instagram, Alba Visposht Thira, i bëra get ready with me për Instagram, postojmë në gjithë kohës në Koreale atje. Bermudat do t'i veshim me takat e zeza të vockla, dhe ndërkohë Klajti kishte dalë me shokët, tani po nisej për të ardhur në shtëpi që të dalim bashkë.
Duke sigurisht të freskuar tani, kështu që preferoj mos të dalë në motor që mos të ftohem. O zot, nuk e di, periudha më e vështirë në punë është gjithmonë pranvera, sepse nuk e ke mendje fare për të punuar, e ke mendje vetëm për të dalë, për të shijuar kohën e mirë, ditën e gjatë. Thonë në këtë momente, kur e mendoj që duhet të vinë në shtëpi, të bëj dush, do kthehem vonë sigurisht, dhe të bëhem gati për javën, nuk jam gati fare. Nuk jam gati fare. Po marrë dhe çantën time të re nga Alviro Martini, që është so cute. Prisni se kam akoma me letra brenda. Jo, letrat e pas kam hedhur në fakt, po pas kam këtë ripin, që më të ripat s'fare i përdor. Po nejse. Edhe këto kartat. E di qa unë kam marrë lipin, për të folë nuk kam nevoj, kam kartën në telefon të walleti, është super zgjidhje, sa më që janë për kartat kështu, për vëllë kudo me telefon, të mbi të gjitha shpenzimet e tua, të ruajnë aty të walleti, se do njërë aplikacioni bankës për shumë nuk të tregon në kohë reale se varet kur të rishin lekët kështu budalliqesh, është aty i ke gjatë gjithë kohës in. Kështu që marrim të çantën e vockël fare dhe jemi gati. Tani unë di që do kem ftohtë kështu që me siguri duhet të marr edhe një xhaketë sipër dhe të dalim. Njërë sa më përshefi që fitoj Selin, Big Brotheri, e kam parë nga ora 1:30, pa është munda, nuk e pash kur shprallë fituese domethënë, që shumë proqe ta fiton të ajo, një vajzë e re, 24 vjeçe, aq artikuluar, pavarësisht se ka bërë gabime gjatë lojës së saj, edhe gabime dhe në përgjithësinë atyre pyetje të famshme të njohurive, por gjithsesi për çka i ka dhënë asaj loje dhe për gjithë castin që ishte si vjeç, le të themi lindë pak për të dëshiruar, mendoj që ajo meriton të fitore, kështu që më bëhet shumë shefi që e ka fituar një gocë e re edhe t'i hapet dyert të reja drejt botës së artit së televizionit, meqense është ajo çka ato dëshirojnë dhe për atë arsye futen në Big Brother. Më bëhet shumë shefi që e fitoi një vajzë e re. Tani, unë po e mbyll këtu këtë vlog, sepse jam shumë e sigurt që kur të kthehem vonë nuk do kem mënyra të hap kamerën, do filloj të bëj një dush, do merrem me flokët, po marrë ca kohë mira edhe flokët, kështu që ju mos harroni të më suportoni me një like video, komentoni mendimet tuaja, subscribe, dhe duhet të rritemi në YouTube, sepse kemi ngelur në vend numero, jemi 2000 subscribers, por duam që të arrijm akoma edhe më shumë. Kështu që le të shkojmë tani për 5000. Është një shifër shumë e lartë, është më shumë se 2 fishi i shifrës që kemi aktualisht, kështu që kemi goxha punë përpara. Faleminderit si gjithmonë që shikoni videot e mia dhe vazhdo të shihemi në vlogun e radhës. Bye bye.